Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vjen përplasjet në Maqedoninë e Veriut për mënyrën e trajtimit të studentëve që udhëtuan nga Tirana për të protestuar në krah të studentëve shqiptar në Shkup. Shkaku bën videoregjistrimit e publikuar në media ku shihen përplasje dhe ndërhyrje të policisë ndaj studentëve nga Tirana. BDI akuzoi institucionet për presion dhe keq trajtim ndaj studentëve shqiptar, duke cilësuar ndërhyrjen policore si të papranueshme dhe në kundërshtim me standardet demokratike. Për këtë BDI kërkoi dorëheqjen e zëvendës ministrit Astrid Tiseni. Për këtë arsye kërkojmë përgjegjësi të drejtë për drejtë nga zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali. Po ashtu kërkojmë përgjegjësi edhe nga zëvendës kryeministri Arben Fetai, i cili tashmë është bërë simbol i mungesës politike dhe i heshtjes. Llogari duhet të jap edhe zëvendës ministri i punëve të brendshme Astrid Tiseni për trajtimin ndaj studentëve nga Shqipëria që kishin ardhur në Shkup për të mbështetur protestën. Në vend që të garantohej lëvizje e lirë dhe pjesëmarrje demokratike, studentët u penguan dhe u vunë nën presion policor. Ndërsa Vlen hedh poshtë akuzat duke pretenduar se BDI po tenton të politizojë çështjen e studentëve për përfitime politike. Studentët kërkuan provimin e jurisprudencës në Shqip, një mundësi që deri më sot nuk ka ekzistuar. Vlen ju qas këtij problemi në rënj, apelojnë nga koalicioni bashkëqeverisës në Maqedoninë e Veriut. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut është kundër ndryshimeve në ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Koordinatorja e grupit parlamentar të Frontit Evropian, Rina Hajdari, ka komentuar projektin e shumicës të mbritur në parlament si skandaloz. Mbrini në kuvent materialin për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe ishte skandaloz. Besoj se në atë vit do të jetë edhe zgjidhja, sepse nuk ka nevojë në këtë rast për një zgjidhje, vetëm do të komplikohet puna, do të komplikohet procedura. Ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë, kushtetuta është shumë e qartë. Ndërsa deputeti VMRO DPMNES Bojan Stojanovski deklaroi se ligji për përfaqësimin e drejtë ka hyrë në kuvent do të kalohet për procedurat e dhura parlamentare. Sipas tij, çdo zgjidhje ligjore do të jetë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste arrin marrëveshje për ndryshimin e rregullores parlamentit. Në mbledhjen e Këshillit për Rregullorën dhe Mandatet u miratuan marrëveshje e dakorcuar. Atëherë hedhim në votim në parim ndryshimet e propozuara, rregullora e kuvendit, kush është pro, kundër, s'ka, abstenim s'ka. Miratohet në parim ndryshimet. Mbledhja kaloi pa debate ndërsa votimi përfundimtar i takon seancës plenare. Vota. Gjermania kërkon afrimin e Ukrainës me Bashkimin Evropian. Kancelari Friedrich Merz propozoi që vendit t'i ofrohet një status i ri special si anëtare asociuar e Unionit. Në letrën drejtuar liderëve të BE-s, Merz mbështet integrimin e menjëhershëm të Ukrainës në institucionet e Unionit, duke shtyrë për më vonë anëtarësimin e plot dhe me të drejtën e votës. Sipas tij, kjo nismë justifikohet me situatën e veçantë e Ukrainës si vend në luftë, si dhe nga progresi i rëndësishëm në negociatat e anëtarësimit. Propozimi synon të lehtësojë bisedimet për paqe të nisura nga presidenti amerikan Donald Trump, përfshir një angazhim politik të shteteve anëtare të BE-s për të zgjeruar klauzolën e mbrojtjes së përbashkët të Unionit ndaj Ukrainës. Irani pretendon se SHBA-ja dështoi të rihap ngushticën e Ormuzit, pavarësisht asaj që e përshkroi si mashtrim të përsëritur, ndërsa një burim ushtarak iranian tha se Teherani zotëron armë të përparuara që ende nuk janë përdorur në luftë. Sipas vërejtjeve të transmetuara nga Agjencia Gjysmëzyrtare e Lajmeve të Iranit, ISNA, zëvendësi politik i Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, tha se ngushtica është mbyllur me urdhër të komandantit të Marinës së Gardës dhe pretendoi se Washingtoni ka dështuar të ndryshojë situatën. Tangsiri theksoi se të gjitha forcat armatosur iraniane mbeten të gatshme për t'u përgjigjur çdo sulmi të ardhshëm. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.